Një shtetase huaj është gjetur pa shenja jete në një apartament të marrë me qera në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë. Ngjarja ka ndodhur rreth paraditës së kësaj të shtune. Ajo është konstatuar në ambientet e një apartamenti në zonën e ujit të ftohtë, ndërsa turistja kishte marrë me qera një dhomë për disa ditë. Trupi i saj është dërguar në morgun e Spitalit Rajonal të Vlorës, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të kësaj ngjarje. Policia e Vlorës në një komunikat dërguar mediave gjatë mesditës për këtë ngjarje thotë se dyshohet se ka ndruar jetë për shkaqe natyrale shtetësja me iniciale MC 69 vjeçe, banuese në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po ashtu policia po vjon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të këtij rasti. Ndërkaq, një rast i ngjashëm është shënuar edhe në Sarandë. Sipas policisë së Vlorës, në vendin e quajtur Kalaja e Butrintit, gjatë një vizite turistike, dyshohet se ka ndruar jetë për shkaqe natyrale një shtetës gjerman. Policia thotë se Gjermani është me inicialet GY rreth 75 vjeç, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të këtij rasti.